themelet të forta. Pra, rritja e çmimit për shembull në sektorin e pasurive të patundshme ka ardhur si pasojë e rritjes së kërkesës së qytetarëve shqiptar, sepse ata kanë një mirëqenie më të madhe, u janë rritur të ardhurat, kanë më shumë mundësi për të blerë. Mua nuk më rezulton se është kështu. Sepse një qytetar shqiptar me punë të ndershme sot nuk besoj se përballon dot që të blej një apartament. As në qendër të Tiranës, pas në periferi të kryeqytetit. Ndaj nuk shikoj që të jenë këto fundamentals, këto bazat, këto themelet e një rritje ekonomike që ka çuar dhe në këtë rritje të çmimeve, sepse janë rritur dhe pagat krahasimisht. Domethënë, ne këtu kemi inflacion, rritjen e çmimeve që është shumë e madhe se sa rritja e pagave, se sa rritja e pensioneve. Pra kemi këtë disnivel mes çmimeve dhe mes të ardhurave që kanë qytetarët. Po ka qenë ky burim ky kanalizim i këtyre parave të pista që mund të jenë dhe nga korrupsioni, dhe nga korrupsioni në administrat, edhe nga trafikimet e ndryshme të lëndëve narkotike, të drograve e tjerë me radhë. Po gjithsesi një para informale që futet në ekonominë shqiptare. Ekonomia shqiptare është një ekonomi me një informalitet shumë të lartë, gati 40%. Nga ana tjetër është një ekonomi me një varfëri shumë të lartë. Vetë avokati i popullit thotë që 44% në një prej raporteve të fundit, rreth 44% e shqiptarëve janë në përjashtim social, pra janë ose në nivel varfërie, ose në një nivel që nuk i përballojnë dot të mirat materiale. Pra në pragun e varfërisë. Jemi në fund edhe Kështu që krahasojeni këtë shifër të varfërisë në vend me situatën në sektorin e pasurive të patundshme, që është një nga kontribuesit më të mëdhenj në rritjen e PBB-s të prodhimit. Edhe një gjë shumë shkurtër. Fakti që nuk përputhen me njëra tjetrën. Po, shumë shkurt në fund, se jemi në fund tani. Çështja është që njerëzit po ikin nga ky vend. Demografia jonë është pa lindje, me largime, nuk ka njerëz. Gjitha bizneset ankohen që ne nuk kemi njerëz punëtor në rast parë. E dyta, ne nuk kemi para më për të konsumuar, për të blerë për shembull këto apartamentet që ndërtohen. Këto i blet dikush tjetër. Nuk i blejmë njerëzit që jetojmë aty. Pyetja ime është, në këtë ekonomi të tillë që nëse pastron para, pastaj i blejnë po vetë ata që ti pastrojnë, duhemi më ne apo nuk duhemi? Ka rëndësi nëse ne jemi 1 milion apo 10.000 nëse punojmë më në për restorante, ku di unë, apo s'blejmë dot më asnjë gjë në këtë vend, apo nuk i duhemi njeriu fare këtu? Po, e para unë mendoj se shqiptarët nuk po largohen, po shqiptarët po dëbohen. Si pasojë e një politike të mirëfillt të qeverisë shqiptare prej 10 vitesh, 12 sa kanë vajt, të dëbimit të shqiptarëve dhe të zvendësimit të tyre, siç po shikojmë dhe thënë dhe nga goja e kryeministrit 2021, që është një politikë qeveritare, zvendësimi i shqiptarëve që po ikin me punëtorë që vinë nga vendet e Azisë apo të Afrikës, nga Bangladeshi, nga Nepali e tjerë nga i sjellin. Dhe kjo është një politikë e sankcionuar e qeverisë shqiptare. Si ndikon kjo? Kjo e bën situatën edhe më keq akoma, sepse këtu po vinë punëtorë të cilët nuk kanë asnjë interes të qëndrojnë në këtë vend, po e përdorin si trampolin për të larguar drejt vendet të Bashkimit Evropian. Këtu po ngelen vetëm njerëz në pjesën më të madhe të moshës së tretë, pensionistë, dhe kjo ndikon më pas edhe jo vetëm në modelin ton ekonomik, dhe e bën edhe më të rëndë situatën ekonomike, po edhe situatën e pensioneve, që është një minë mesahat për cilën shumë pak flasin njerëzit. Ky largim bën që të hidhet në erë gjithë skema e pensioneve, që është një skemë e paqëndrueshme në këtë situatë që jemi me këtë dëbim masiv të qytetarëve shqiptar, po ikën gjithashtu pjesa më vitale, më prodhuese e ekonomisë. Kështu që unë nuk e di se cili është synimi në qoftë se ky zvendësim i madh i forcës punëtore në Shqipëri me punonjës që vinë nga këto vendet e Afrikës e Azisë do rezultojë i suksesshëm në këndvështrimin e qeverisë dhe të atyre që inkurajojnë këtë model. Mua më duket se është alarmante e gjithë kjo për ekonominë shqiptare, sepse është si puna e një skeme piramidale që në fillim mund të duket se po i merr benefitet,
të duket se është, sidomos për ata që shikojnë vetëm bllokun e Tiranës apo brenda unazës. Dhe pastaj ajo kolapson e gjitha. Një farë jetese të mirë, po do vi momenti që gradualisht ashtu siç është populluar gjithë pjesa tjetër e Shqipërisë, janë dëbuar